Dhe çfarë do thoje? Besoj se do thoje këtu sot që duhet edhe ai seksualisti të gjykohet po me të njëjtën vlerë. Si pedagog jam i detyruar të gjykoj pak më ftohtë. Në gjykat, jemi në studio televizive, ka një diferencë të madhe. Nëse kryetari i gjykatës do të kishte bërë një bisedë po e quajmë me sfond seksual pa i premtuar një favor në gjykatë, do ta transmetoje? Besoj se po, patjetër. Do të thënë, nëse do shkonte dhe ai thoshte unë nuk të ndihmoj për këtë çështje, po ti bënte një bisedë të ngjashme. Fakti që në fakt kryetar, Aleksandër Frangaj është kundër atyre videove seksi. Thjesht seksi. Po ai ka një parim tjetër që nuk i vjen e keqja Shqipërisë nga seksi. Por duhet të ndajmë diçka. Me Marko ka qenë kur e ka thënë këtë çështje. Sot në Shqipëri ta garantoj miku im që ka plot ministra që në jetën e tyre private përveç grave kanë dhe një të dashur. Siç dhe unë mund të jem, gruaja ime ndoshta e di dhe s'ma ka thënë kur që kanë dhe një të dashur. Kjo nuk i prish punë kërkujt, për sa kohë nuk ndikon. Kjo është çështje morale që lidhet pasaj me parimet. Kjo nuk ndikon, për sa kohë nuk ndikon. Në vendimarrjen e tij, votën që unë i kam dhënë ai do ta shfrytëzoj që gjej kështu favore seksuale. Pra për sa kohë nuk i kërkon seks këmbimeve të një vendi pune, të dhënies një tenderi ose të çuaris jashtë si diplomate ku diun çfarë tjetër. Nuk përdor postin publik. Pra, në qoftë se ky do ishte kërkuar seks, si një qytetar, si një komshi, që unë do lej gruan dhe do të marr ty, kokën hëngshin të dy s'më kërciste. Por për sa kohë, ai ka fol me gjyqtarin e çështjes. Në fillim e pranon vetë gjyqtari, ju thotë, ma shiko këtë pjesë. Dhe pastaj gjyqtari konfirmon që vajta për respekt, ti them sepse e pa që u ftofën gjërat, e tha bëj ç'të duash. Këtu kemi ndërhyrje të pastër. Sigurisht kemi ndërhyrje. Samir, një kuriozitet. Samir, për sa vitesh merresh me po i quajmë gjuetin e